Rregullimi I fasadave të pallateve parafabrikat të ndodhura pranë rrugës kryesore të qytetit të Shkodrës përballë shkollës së ndërtimit me sistemin kapot kanë avancuar ndjeshëm, për arsye se në këto pallate para më shumë se 40 viteve u sistemuan kryesisht familjet e punonjësve të hidrocentraleve. Ato u quajtën pallatet e Komanit, ku në hyrje të tyre banojnë qindra familje. Puna e kryer deri tani është vlerësuar nga qytetarët, të cilët theksojnë se ky proces ishte shumë I nevojshëm, pasi këto pallate janë ndërtuar rreth 45 vite më parë. Punëtorët janë kanë mirë, me punu kanë punu mirë, pashtar kanë punu, para dhe brigadat kanë pas nevojë më u bon për këtë punë. Ma tepër se ton tjetë. Masane këto kanë 44 vjetë që janë bon. Para fabrikat është beton. Unë e kom bon, që më konë 4-5, e kom kërku e vetë. Për mu, puna ma bukur që I bëhet edhe ma me kulturë, ma shepen shumë mirë po. Janë para fabrikat, po e ta kanë pas domosdoshmëri këtë punë. Nisur nga puna që është bërë deri tani, qytetarët e theksojnë si të nevojshëm vazhdimin e këtij projekti. Mos mundon për gjysmë kur komplet. Projekti për rregullimin e fasadave të pallateve në Shkodër me sistemin kapot filloi vitin e kaluar nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. Pas sistemimit të 55 pallateve të para nga hyrja e qytetit në Gjabie dhe deri tek rrethrotullimi në Rus, ku fillon rruga për në Koplik, nisi puna për fasadat e parafabrikateve në këtë zonë, si dhe në godinën e rektoratit të Universitetit Luigjë Gurakuqi, një projekt që deri tani ka njohur ritme të shpejta.